Pse ëngjëlli e zgjoi Elian nëse nuk do ta shpëtonte? Elia sapo kishte fituar një fitore të madhe, por pak më vonë u friksua dhe iku për të shpëtuar jetën. Ai eci vetëm në përshkretir, ra në një pemë dhe u lut: "Zot, merre jetën time." Por Zoti nuk ja mori jetën. Në vend të kësaj dërgoi një ëngjëll me bukë dhe ujë. Elia ra përsëri të flej dhe ëngjëlli erdhi sërish duke i thënë: "Çohu dhe ha, sepse udhëtimi është shumë i gjatë për ty." 1:19 tregon se Elia, i forcuar nga ai vakt, eci 40 ditë dhe 40 netë drejt malit të Perëndis. Zoti nuk e shpëtoi më njëherë, por i dha forcë për të ecur përpara. Ndonjëherë ndihma e Zotit nuk duket si shpëtim, por si qëndrueshmëri. Nëse beson se Zoti ende të takon edhe në shkretëtir, lutu: "Zot, më zgjo, më ushqe dhe unë do të vazhdoj të eci." Pyeti për ty: a mund të jetë që Zoti nuk po të largon nga situata jote, por po të jep forcë ta përballash atë? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.